Pse e fshihni kreun e organizatës kriminale Edi Ramën nga parlamenti? Pse ai nuk paraqitet në asnjë interpelancë? Pse turprohi nga veprat e tij dhe nuk e nxirrni, po pranoni tu llomotis në ato mbledhjet e asamblesë, çfarë don e çfarë nuk don? Pse nuk del këtu? Cila është arsyeja që e fshihni atë? 3 ditë më parë akuzuar në sallën e gjyqit ndën betim se ka porosit vrasje. E ndëgjuat ju këtë? Ka porosit vrasje. Jeni dëshmitar kur i thoshte tjetrit ta dim targen. Kur i thot tjetrit të di targen, do të thot të marrë nishan. Ta di targen, i thoshte. E ke personale, thoshte, e ke i thot tjetrit personale. Ja që i del dëshmitarin gjyq tani i thot që ka porosit vrasje. Pra maj ka s'del këtu aj. A ekziston për këtë mazhorancë, për këtë pseudo-mazhorancë ligji konfliktit të interesit? Jo! Me 3 vendime i ka dhënë vlau të vetë 38.000 metër katror. Sarajet e tij janë me 8.400 metër katror. Obor, park, të deklaruara vetëm 4.000. Edhe ato nga tokë bujqësore të shtruara në kopsht. Me ajni, pse fshihni ju Edi Ramën? Si do të kaloni ju në këtë mënyrë? Mbaroj koha, zoti Berisha. Të mbaroj koha, i lutem, ishte replik. Fjalia e fundit përfundoni, s'ka nevojë. Edhshëm që ka porosit vrasje me te. Ne e thuj pak, zotëri, se është deklarat në ndetim, është dëshmi në ndetim ajo, pa gjykatësit. Ajo, tani cili është, ja ku janë të ta gjejnë vetë se cili është. Ministri Bërshëm dhe të përfundoj një. Si u duket ju kjo? Nga një Irfan Azizi nga Berati. Si u duket ju kjo? Zoti Berisha mbaroj koha. A e kuptoni që keni një kryetar? Si u duket ju? Përfundoj koha, zoti Berisha. Fjalën e ka zonja Jorida Tabaku. Ju lutem lironi foltoren për zonjën Tabaku. Zonja Tabaku. Jo, nuk e hap. Jo, pra. Çfarë do bëjmë tani? Tani s'është. Ju lutem. Zoti Berisha, ju lutem.